a do t'i ndaloj BE-ja telefonat në shkollë. Kjo është një nga disa ide të hedhura nga Ministritë e Arsimit të Rinisë së BE-s që u takuan në Bruksel këtë javë, së bashku me propozimet për kontrolle më të ashpra të moshës, kufizime në mediat sociale për të miturit, një plan veprimi në të gjithë BE-n për të luftuar ngacmimin kibernetik. Ministrat e BE-s u mblodhen të hënën për të diskutuar se si të mbrojmë më mirë të rinj në internet, nga dezinformimi dhe varësia deri te ngacmimi digjital. Ndërsa jo të gjithë propozimet ka të ngjartë bëhen ligj, mesazhi ishte i qartë, BE-ja dëshiron të jetë më ashpër ndaj teknologjisë kur bëhet fjalë për fëmijët. Një nga sugjerimet ishte një ndalimi i plotë i telefonave celular në shkolla. Disa vende të BE-s tashmë kanë ndjekur këtë rrugë. Franca, Hollanda, Italia, disa rajone spanjolle dhe së fundi Luksemburgu kanë futur ndalime në të gjithë shkollën për telefonat gjatë ditës. Duke folur për Euronews në dhjetor, Ben Carter, profesor i statistikave mjekësore nga King College në London, tha se askush nuk ka përgjigje nëse ndalimi i tyre në shkolla është një gjë e mirë apo një gjë e keqe.